Karadaku i Kosovës është një trevë me histori të thellë qëndrese, besimi dhe ruajtjen e identitetit kombëtar. Në këtë hapësirë, veçanërisht në fshatrat Stubël, Binç, Vërnakoll dhe Tërziaj, janë shkruar disa nga faqet më të dhimbshme, por edhe më të lavdishme të historisë sonë. Pikërisht këtu linden martirët e Karadakut, të cilët u përballen me dhunë, persekutim dhe vrasje nga pushtuesit osman turq, vetëm se mbeten besnik ndaj kombit dhe fesë, ndaj gjuhës dhe ndaj asaj se çfarë ishin, ndaj identitetit e tyre kombëtar. Gjatë sundimit osman, këto treva u ballafaquan me presione të vazhdueshme për konvertim të dhunshëm, asimilim dhe muhim të lirive themelore. Banorët e këtyre fshatrave shpesh u vuan përballë zgjedhjes së dhimbshme, të nënshtroheshin ose të sakrifikonin gjithçka. Shumë prej tyre zgjodhen rrugën e sakrificës duke u burgosur, torturuar dhe ekzekutuar nga autoritetet osmane, vetëm se refuzuan të heqin dorë nga besimi dhe nga prejardhja e tyre. Përshëndetje shikues të Kosova Infos, jemi këtu me doktor profesor Sar Gjergji, ku do të na tregon rreth historikut të martirëve të Karadakut. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. A mundesh më na tregu pak për këtë memorialin mrapa që kem, na tregu pak historikun e këtij memoriali. Memoriali që ndodhet prapa shtëpinë sime lidhet me historinë e martirëve të Karadakut, më konkretisht të banorëve, të qytetarëve të deportuar të kësaj zone, të Stubllës, Binçës, Vërnakollës dhe Tërziajve, për në Muhaleq, sot njëjtë si Karaqabej në kohën e perandorisë osmane, vitet 1846-48. Ata kemi parë i autoriteteve osmane të Gjilanit me qytetarët të këtushëm ndodhë në vitin 1837, kur ju kërkohet të pranojnë islamin, do të thotë të islamizoheshin, të turqizoheshin atë botë, por që nuk pranuan. Atëherë kryefamiljarët u burgosën për muaj të tërë, derisa pranuan të kalonin në islam. Kjo ishte hera e parë. Hera e dytë ndodh në vitin 1845, me qenë se këta njerëz ishin kthyer sërish, ishin deklaruar të krishterë shqiptarë, pra, ndodh në vitin 1845, po, dhe internohen sërish kësaj radhe në Anadol. Në fund të këtij viti, bën sikur i lëshojnë autoritetet osmane dhe t'i kthejnë në atë dheu, në vendlinjen e tyre, për ndodh e kundërta, në fakt, dhe i marrin të gjithë qytetarët, pa dallim moshe, gjinie, dhe i internojnë. Dhe kjo fazë, vitin 1846-48, është prezantuar në këtë memorial para nesh. Ne kemi shënuar emrat të gjithë njerëzve të deportuar. Një numër i madh. Po, janë rreth 200 persona që kanë qenë të deportuar atë botë. Mandej do thënë se altari që kemi këtu simbolizon flijimin në altarin e atë dheut. Libri është përjetësia. 4 qirin simbolizojnë 4 fshatrat, Stubllën, Binçën, Vërnakollën dhe Tërziajin, ndërkaq kryqi simbolizon vuajtjen dhe shpëtimin, fitoren. Kjo është simbolika, do thotë, e memorialit. Do të thënë se qytetarët tanë në Karaqabej janë të varrosur në tokë angleze, sepse ata paguan me lek pranë portës së lartë vendin, pra blen, për t'ju dhënë drejta e varrosjes e atyre njerëzve që kishin vdekur atje. Me ndërhyrjen e Francës, mandej të Anglisë, të Austro-Hungarisë, sidomos të këtyre, ndodh kthimi i njerëzve të mbijetuar në vendlinjen e tyre, dhe sot nga e kthim i diku 70 qytetarëve, janë diku 10.000 qytetarë pasardhës të tyre, natyrisht sot të shpërndarë anë kënd botës. Është një histori e lavdishme, që është dokumentuar, që është faktuar dhe ka doktorata e libra në gjuhë të ndryshme për këtë histori. Është mbasi historia faqja më e dhimbshme dhe më e lavdishme në historinë e popullit shqiptar. Sado që kjo faqe, po them kjo dramë e njerëzve tanë nuk mësohet
ose nuk është në plan programet zyrtare shkollore sot, megjithatë, në botën perëndimore dhe për shqiptarët tonë këtu është një dram e vërtet që meriton gjithë vëmendjen tonë. Martirët e Karadakut nuk ishin thjesht viktima të pushtimit osman, por simbole të qëndresës shpirtërore dhe kombëtare. Ata dëshmuan se liria dhe dinjiteti nuk negociohet, dhe kur çmimi është jeta. Sakrifica atyre u bën themel i mbajtjes kulturore dhe fetare të kësaj treve dhe trashëgimi e çmuar për brezat që erdhen më pas. Kujtimi i martirëve na rikthen te një e vërtetë rënd historike, se pushtimi osman nuk ishte vetëm sundim politik, por edhe dhunë mbi ndërgjegjen, besimin dhe identitetin e shqiptarëve të Karadakut dhe mbartrojeve shqiptare. A dohet të ngrisim zërin edhe tash, në kohën e tashme, që t'i përkujtojmë këta martirë, këta që kanë humbur jetën. Jo vetëm t'i përkujtojmë, me qenë se ne si qytetari i përkujtojmë çdo ditë, po dhe me një ditë e veçantë, do duhej shtetit të ndërmerrte gjitha hapat, sidomos Ministria e Arsimit, dhe që këtë faqe, po them të historisë sonë, ta fuste në plan programet shkollore. Nuk është një dram do si do, është thash një dram që kishte filluar në vitin 1837 e që vazhdon deri në fund të 1848-s. Por edhe pas kthimit të atyre njerëzve, ata vazhdojnë në represion edhe pas kthimit, pavarësisht ndërhyrjes së fuqive të mëdha. Ata kanë vuajtur edhe më vonë, ka pasur edhe vrasjet e njerëzve tanë pas kthimit, ose të nxitura nga autoritetet osmane të kohës. Kështu që unë mendoj duhet bërë një hap tutje për të mësuar të vërtetën historike të qytetarëve tanë. Sot është krijuar një klimë krejt ndryshe, dhe unë them kjo pjesë e tragjedisë tonë, e dramës tonë, do të bënte që njerëzit të reflektonin pak më ndryshe për një periudhë kohore të saktuar. A dohet tash pasardhësit e tonë që të kenë një literaturë dhe një kujtim që të shfletojnë një faqe edhe të kujtojnë këta martirë? Tash ka libra në gjuhën shqipe, ka libra në gjuhën italiane, ka libra në gjuhën franceze, frenge, ka në gjuhën kroate që janë bërë botime për këtë pjesë. Ndërkaq historia jonë ende nuk e ka futur në, po them, në plan programet, po përsëris në plan programet shkollore, jo vetëm të nivelit para-universitar, po do duhet të ishin edhe pjesë e nivelit universitar. Sepse nuk është një histori do çka do si do, por është një histori që e ngërthen në vete gjithë, po them, marrëdhënien, gjitha raportet, dhe gjithë mentalitetin e kohës dhe gjithë dramën e kohës në kuadër të Perëndimërisë osmane. Sot dhe unë ndruaj historikun shqiptar. Natyrisht është ai zinxhiri e hallka që lidh të kaluarën me të sotmen dhe me të nesërmen, natyrisht me vizionin për të nesërmen. Emrat e tyre, dënse jo gjithmonë të shënuar në dokumentet zyrtare, jetojnë në kujtesën kolektive dhe në rrëfimet brez pas brezi. Prandaj, kjo zonë përullet me nderim para martirëve të Karadakut, të Stublës, Binqës, Vërnakollas dhe Tërzijeve. Kujtimi i tyre është detyrim moral dhe historik. Duke i përmendur sot, ne ruajmë gjallë të vërtetën mbi sakrificën e tyre dhe dëshmojmë se liria, besimi dhe identiteti për të cilën ata u flijuan mbeten vlera të shenjta për popullin tonë shqiptar.